pyetje ne I kishim që në krye të herës që në fillim të ditës kam kënaqësinë të vijoj bisedën me Ervin Demirxhiu. Mirë se të gjetëm. Faleminderit. Tani, së pari, për të gjithë ata që nuk e din ende, çfarë është kredia e butë? Tani kredia e butë është aq e mirë, sa që mezi kapet. Do mezi arrit nga qytetarët. Faktikisht kjo është një problem. Kredia e butë teorikisht është shumë e mirë. Do për qytetarët I vjen shumë në ndihmë. Por mendoj që ne kemi bërë disa shkrime këtu që t'i kishim gati. Tani, përfitues teorikisht janë 1500 familje. Por praktikisht nëse gjysma këtyre do arrin të marrin kredi, unë do isha shumë I lumtur, sepse nuk arrin dot. Me këto vlera që ne kemi, për një individ. Se ndalemi edhe konkretisht, duke qenë se përfitimet janë të ndryshme, përbazuar mbi çfarë aplikon. Nëse dikush është individ vetëm ai dhe dëshiron të aplikojë, nëse dikush është çift, nëse është familje, kështu që ndalemi dhe I shohim I marrim një nga një. Nisim me individ. Nëse kemi një individ që plotson kushtet për të marrë kredi të butë, ai maksimalisht merr 5.8 milion lek. 5.8 milion lek nuk është shifër e vogël, por është shifër shumë e vogël për Tiranën. Nëse flasim për Tiranën, është thuajse pamundur të blesh një garsoniere, dhe pse në temat përgjithshëm garsoniere presupozohet një pronë e vogël ekonomike, por nuk është ekonomike. Një garsoniere mund them që mund të arrijë një vlerë 1.5 herë më shumë se sa një vlerë normale apo 2 herë më lart. Duke qenë është e vogël si njësi dhe vlera totale është Sa mund të merret në Tiranë një garsoniere sot? Po sot garsonierët, nëse po flasim në zona relativisht të mira, që ideja se duhet dhe dokumentacione, duhet të ketë certifikat. Dhe garsonierët kryesisht sot në Tiranë janë prona që janë të ndara, janë apartamentet të mëdha, janë apartamentet 3+1 apo 2+1 që janë ndarë në disa garsoniere, 2, 3 apo 4 garsoniere, por nuk ke një garsoniere në 8 milion lek apo 80.000 euro, 90.000 euro. Që shumë e vështirë thosë e pamundur. Shumë e vështirë të gjesh diçka. Përmendet 80.000 euro për një individ. Ndërkohë ne kemi për 2 persona që duan të blejnë një banesë 1+1, sa përfitojnë edhe sa e mundur është. Tani, për 2 persona që duhet të marrin një apartament 2+1, vlera 1+1. Vlera që, po, 1+1, vlera që subvencionon në bashkia është 7.1 milion lek. Totalisht e pamundur. Sa gjendet sot një apartament 1+1 në Tiranë? Ndoshta nuk po themi për zonën kryesore, pra në sheshin Skënderbej edhe në Jo, nuk po flasim në sheshin Skënderbej, flasim në komunën e Parisit, 185.000 euro. Do 1+1. Sigurisht që është pronë e mirë, por 1+1 pa 130 ne nuk do gjejmë dot. Nëse cilën zonë është e pamundur? Do të paktën në zonat qendrore. Kemi zonën e Paskuqanit që ne përmendim gjithmonë. Është zonë shumë e mirë, por nuk ka kolateral, nuk ka certifikat dhe për kategorinë tonë, pikërisht për kategorinë tonë të kredive të buta, që duhet me patjetër një certifikat pronësie, nuk na shërben. Aty mund gjejmë çmime më të mira, domethënë që mund t'i afrohen, jo të jenë fiks me ato që lëvron bashkia, por mund të afrohen me një sforcë qytetarët mund ta bëjnë diçka, por nuk kanë certifikat pronësie dhe nuk I ndihmojmë dot qytetarët. Domethënë, zona e Paskuqanit, nëse të gjithë po mendonim që me kredi të buta mund të blehen atje, është pamundur për shkak të nuk blen dot, vetëm në rastet kur personat mund të sigurojnë një kolateral tjetër, diku ke tafërmet, po kanë vetë nuk quhet, po se dalin nga skema sepse quhen me pronë, vetëm nëse mund të operojnë me dikë tafër që mund të jap një kolateral. Ndërkohë kemi një familje që ka 3-4 persona dhe normalisht aty e nevojshme është të paktën të jetë 2+1 shtëpia. Sa përfitojnë? Për familjet me 3-4 persona, që normalisht duhet minimalisht një 2+1, jemi në 10.5 milion lek. 10.5 milion lek apo 110.000 euro nëse mund ta përkthejmë në euro sot, që është totalisht e pamundur. Gati, e kapim një 1+1 me vlerën e familjes me 3-4 persona. Mund të afrosh ke 1+1, por sigurisht që do të marrë një 1+1 që do investim, nuk po flasim për një 1+1 që është I ribër, flasim për një 1+1 që do akoma para brenda për të sistemuar. Sot në Tiranë sa mund të blejmë një banesë 2+1? Ndërkohë, krahasuar me çmimin që ne kemi këtu. Në rastin më të mirë mund të gjejmë 150.000 euro në zona periferike. 150.000 euro, shumë larg. Në zona periferike nuk flasim zona e brenda Unazës, po flasim për Fresku lart. Që aty janë rritur çmimet goxha. Patjetër, flasim për Yzberishtin,
pastaj tham pasuqen, po nuk na shërben në rastin konkret, nuk na në rastin konkret. Kemi një familje të madhe që ka 5 ose më shumë antar. Përfitimi në këtë rast? Tani për familjet e mëdha me plus 5 persona, 5 antar, shkon rreth 13 milion lek, apo rreth 140.000 euro, që është sërish totalisht e pamundur të blesh një 3+1 me 130 milion lek apo 140.000 euro. Dhe sa mund të përshkoj për një familje me 5 antar? Tani, po të jemi realist, 3+1 realisht janë pak më të ulta në çmime krahasuar me 1+1 apo garsonjeri s'ka lidhje. Se fakt shumë interesant ky, pse se kam vënë edhe për qerat për shembull, është më lirë 3+1. Funksionon është si logjika shumicës, dhe unë kur flasim për një 3+1, po flasim për një apartament rreth minimalisht 130 metra, dhe po flasim për shitje në shumicë, nëse mund ta marrë në terma të përgjithshme. Nuk është një lloj kushet një apo shumë. Dhe në moment që kemi shumë metra, sigurisht që vlera është më ulët relativisht. Kështu ndoshta më shumë gjas ka ta përfitoj ky lloj. Nuk ka gjas sepse është 130 që është e ulët faktikisht, por do duhet rritë. Gjitha, unë e kam thënë herë tjera. Më shumë duket si propagandë se sa vërtet për të ndihmuar qytetarët. 1500 kuota është shumë mirë të jetë e vërtet përgjysmoje kuotat, nuk e di fiksa është e vlera faktikisht aktuale. A dhe zgjidhja ideale për gjysmimi kuotës pra mos përfitonin 1500, po të përfitonin gjysma e tyre? Po patjetër, sepse në rastin konkret ne kemi 1500 familje që i stresojmë. Një vit rresh duke i vinë qark Tiranës, në për zyra, në për s'lën vend, s'lën gur pa lëvizur, dhe nuk mendoj që arrin do të marrin 10% të këtyre persona. Nuk e mendoj do të arrin të marrin 10%. Po çfarë ndodh kur ata nuk gjejnë dot pronën me